Mëngjesi I këtij 9 prilli ka sjellë në brigjet e Sarandës tragedin e parë të sezonit 2025. Mësohet se është një kruazierë gjermane, pasagjerët e së cilës janë charteruar nga kompani franceze. Sa janë 270 persona on board. Alia është gjermane, është charteruar nga një kompani franceze, të cilët kanë marrë charter anjen dhe erdhën drejt brigjeve të Sarandës, nesër janë në Vlorë dhe pas nesër në Durrës. 270 turistët e kombësive të ndryshme lanë bordin e anijes Plan Tour dhe të ndarë në disa grupe realizuan guida turistike sipas interesit turistik. Fokusi I tyre ishte qyteti antik I Butrintit, pika të ndryshme të pelegrinazhit turistik brenda qytetit të Sarandës, si sinagoga ebraike, muzeu I traditës, galeria e artit e të tjerë si dhe Syri Kaltër, repet e Karahaxhit e të tjerë. Plan Tour është e para kruazierë e sezonit 2025 pas anulimit të lundrimit drejt portit të Sarandës të dy të tillave. Sipas operatores turistike Anila Angjeli, shkaki I anulimit të tyre është kapaciteti limituar I kalatës së portit të Sarandës, për të cilën shpresohet investim për zgjerimin I kërkuar ndër vite nga autoritetet portuale. Urojmë të na ndërtojnë dhe një port të mëndë. Mund të akomodojmë shumë se shumë anullojmë për faktin që në kemi mungesë të portit. Kapacitetet e pamjaftueshme të kalatës për akomodim kruazierash identifikohet si arsye që numri I tyre për këtë vit ka një rënje krahasuar me një vit më parë. Sipas kalendarit të ardhjes së kruazierave për këtë vit pritet që e fundit të prekë kalatën e Sarandës në fundin e nëntorit 2025.